Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku për të ndarë me ju një histori shumë të dhimbshme. Do të ndalojmë sot tek historia e Leonorës edhe vajzës së saj, që në fakt Leonora ditën e shtunë e marton, por dëshiron t'i thot një mesazh, por ka një histori shumë të dhimbshme. Dëgjoni. Mirëdita Tiranë, po të shkruaj këtë histori për të ndarë edhe unë dhimbjen, njëkohësisht edhe gëzimin të një nënës e cila u bë nën rastësisht. Sot po martoj vajzën time, Elizabetën. Kështu ja kam lënë umbrin unë, sepse e ka padur një emër krejtësisht tjetër. Elizabetën e kam njohur për herë të parë në Tiranë në vitin 99, në luftën e Kosovës. Elizabeta erdhi së bashku me familjen e saj për t'i shpëtuar gjenocidit që po ndodhte në Kosovë, dhimbjes së madhe dhe trishtimit që gjithmonë kur e kujtojmë na habën plak që edhe vetë nuk i kemi menduar. Elizabeta ishte një vajzë shumë e bukur, ëngjëllore dhe me një shpirt unik dhe me zemër tepër të madhe. Kishte një nën edhe një baba. Elizabeta ishte vajza e dytë e kësaj familje. Në kohën kur na ka thirrë Bashkia e Tiranës të gjithë ne që ishim antarësuar për të marrur familje, për të marrur njerëz të ndihmojmë, unë përzgjodha së bashku me burrin tim të marrim këtë familje që kishte një djalë dhe një vajzë. Kanë qëndruar në Shqipëri tek ne gjatë gjithë luftës së Kosovës. Dhe në momentin kur Kosova u çlirua dhe erdhi lajmi, ato ikën për në Kosovë. Kemi qenë të lidhur jashtë mase shumë. Kemi ngrënë së bashku, kemi pirë së bashku, u krijuam të gjithë një familje. Nuk e besoja dot se do të afroheshim aq shumë. Zonja në fjalë, që quheshte zonja Shpresë, vinte tek familjarët e mi bashkë me mua, kur shkoja tek nëna ime merja me vete, edhe kur ikja në pushime apo diku tjetër e merja me vete. Do me thënë e kisha më shumë se një motër, sepse shtëpinë e ndanim bashkë, ushqimin e ndanim bashkë, gjithçka. Djali i saj Luani, edhe Elizabeta sot, po riteshin me shumë dashuri. Elizabeta ishte shumë e vogël, ishte vetëm 1 vjeç e gjysmë. Dhe jam kujdesur deri në ndrimin e pampersave, e kam larë dhe i kam dhënë qumësht pasi që nuk ushqeheshte me gji. Po kujdesesha pa fund për të. I thoja Shpresës që flej në mëngjes se unë zgjohem më herët edhe e marr unë vajzën. Kujdesem unë, e ushqej unë, ti mos u mërzit fare. Ndërsa Luanin ato vite e regjistruam në shkollë. Ditët ishin shumë të bukura me këtë familje, ditë fantastike që në fakt nuk donim që të mbaronin asnjëherë. Mendoja që në qoftë se do të ofroj sa më shumë këtë familje, do të bëj më të bukurën për to. Dhe ashtu bëra. Kaloi koha shumë shpejt. Bashkëshorti im më thonte gjithmonë që kujdesu për gjithçka që këtyre njerëzve mos ju mungon asnjë gjë në botë. Dhe ashtu ndodhi. Unë u kujdesa si për motrën edhe për vllaun tim, ashtu edhe për këto njerëz. Ditët po kalonin me shumë intensitet, dhe erdhi dita që ne të ndaheshim gjithmonë. Kësaj familje, me origjinë nga një fshat i Gjakovës, ja kishin derdhur krejtësisht shtëpinë, ashtu erdhi lajmi. Edhe kjo familje më lutën një diçka. Nëse do mundesha që unë ta mbaja vajzën e tyre, deri në një kohë kur ato të rregulloheshin pak, edhe ta merrnin përsëri Elizabetën. Edhe unë këtë gjë e pranova me dëshirën më të madhe, i thash zonjës Shpresë që merreni me kënaqësinë më të madhe rrugën, sepse për aq ditë sa ju të gjeni një apartament me qira, ne do të mbajmë kontaktet dhe në ditën kur ju do të vendoseni mirë, unë me tim shoqin do t'ju asjell Elizabetën. Dhe ashtu ndodhi. E puthën vajzën e tyre,
edhe u nisën drejt rrugës së Kosovës. Në ditët e para nuk ishim se ku dëgjoheshim sepse nuk ishin telefona, por bisedonim me orare të ndryshme nga posta, nga që numrin e telefonit ju adhash unë. Më kanë thërritur 3 herë, edhe isha shumë e lumtur që porisja gocën e tyre dhe u thoja që ju kujdesuni për veten tuaj. Në momentin që do t'jeni mirë na bëni një telefon, pa hezituar fare ne do t'u asjellim vajzën. Edhe pse ato duhet të dalin nga kufiri nga që ne nuk mundeshim të kalojmë me vajzën e tyre në kufi. Kështu u morëm vesh. U bë një javë, u bë një muaj, u bën 3 muaj dhe kontaktet humbën krejtësisht. Kjo familja nuk e kërkonte më të bijën e tyre. Elizabeta mbeti në dorën time. Elizabeta poriteshte, vajti 2 vjeç. Edhe unë edhe burri im duheshte të kujdesemi për të. Vajti 3 vjeç. I bëm një ditëlindje të madhe. Askush nuk po e kërkonte, Elizabeta nuk kishte prindër. Vendosëm që t'i kërkojmë prindërit e saj. Pyesnim në për Kosovë për to, por nuk i njifte njëri. Pyetëm edhe në fshat, por ato nuk kishin shkuar fare në fshat. Morëm vesh që në të zezë kishin kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mos pyetur kur për vajzën e tyre. Mbetëm të shokuar. Ne kishim 2 djem. 2 djem të tanë ishin më të rritur. Ku do ta çonim? Im shoq më tha nëse do pyesim në jetimore dhe do tregojmë rastin, apo vajzën do ta denoncojmë në polici. Do t'ja dërgojmë policisë. I thash unë, po kush do të kujdeset për Elizabetën, në qoftë se ne e çojmë në polici? Nuk e dim, tha burim, nuk e di. Dhe vendosëm që atë natë të flejmë. Elizabeta flinte në krahun tim. Dhe unë pash një ëndër të frikshme që më tha mos e hiq kur nga dora Elizabetën. Ajo është bija jote. E mbaj mend ka qenë ditë e shtunë kur unë u zgjova nga gjumi, edhe im shoq më the çfarë ke kështu, e bëre tëra me djers. Thash do ulemi në kuzhinë ta pim kafen dhe do ta rrëfej arsyen për si jam me gjers. I thash kështu më ndodhi. Edhe im shoq më kapi dorën, tha me betimin tim, këtë vajzë do ta regjistrojmë në emrin ton, por një herë t'i tregojmë edhe ligjit se mos nesër do të del një vajzë e vjedhur. Kështu ndodhi. Shkuam në polici, e treguam të gjithë rastin, pritëm një javë denoncim në qoftë se do të përgjigjeshim prindërit nuk u përgjigjen dhe ne dëshironim ta mbajmë dhe mos ta japim në jetimore. E mbajtëm Elizabetën. Elizabeta po ritej dhe po zbukurohej si mos më shumë. Ishte një dhuratë e çmuar për ne. Po sa e ëmbël që është, po sa e dashur që është. Ndonjëherë ulem në karigen time dhe qaj them çfarë vajze pas ke lënë dhe çfarë nëne pas ke qenë më i shpresë që unë të quajta dikur motër. Që kur nuk pyete për bien tënde, por uroj të jesh e gjallë, edhe një herë të kuptosh se nuk lihet fëmia ashtu, por edhe kur do që të pendohesh, hajde e puthe këtë vajzë, sepse unë e kam rritur, po kur nën nuk mund t'i bëhem. Elizabeta u rit, ishte e mrekullueshme në shkollë, na bëri ne ta duam më shumë se gjithçka dhe vëllezërit e duan më shumë se çdo gjë. Ato kujdesen për Elizabetën më shumë se gjithçka në këtë botë. Janë dashuria më e bukur që Elizabeta ka dhe afrimitetin më të madh e merr nga to. Ne mundohemi që t'i japim ndjesinë e prindërit dhe ajo u rit shpejt. U rit si ujë. U rit pa e kuptuar fare. Ne po bënim pyetjen se kur do të rritet e jona bi, por e jona bi kaloi gjithçka. U bë më e bukur se gjithçka. Na u dashurua në shkollën e mesme, me një djalë po edhe i Tiranës. Unë shpesh herë i thoja të lutem ndiq shkollën, por Elizabeta u dashurua, por me një kompromis që të dy ndoqën shkollën e lartë.
Ato mbaruan me shumë sukses, janë një familje mrekullueshme. Unë të vërtetën ua kam treguar një ditë para se Elizabeta të fejohej. Në kohën kur Elizabeta ndau mendjen më që të fejohej, unë e thërita në një kafe edhe i thash: "Zemra e mamit, dua të tregoj një histori dhe hapa të gjithë albumin e fotografive të mia. Ka qenë dita ime më e rëndë, sepse mendoja që një ditë do të vi dhe do të ma marrin këtë gocë." Ja tregova të gjithë historinë, nuk mund ta besonte. Edhe i thash: "Mami do të çoj në Gjakov që ti të njihesh me origjinën tënde." Pas 3 ditësh fejes, së bashku me bashkëshortin, ne dërguam në Gjakov dhe Elizabeta na ka puthur ballin duke thënë: "Pa marrë parasysh edhe nëse do të bëhen të gjallë, unë juve u kam prindër dhe kur nuk i takoj, sepse ato nuk më pas kanë dashur." Dhe kështu ndodhi. Dhe tani më që gjithë këto vite kaluan, unë mundova që në një letër ta përmbledh këtë histori. U bëra nën pa e ditur që do të bëhesha. Të shtunën martoj ti me bi dhe dua t'i uroj të gjitha të mirat e jetës dhe dua t'i them që mos më haro, e imja Elizabeth. Ishte kjo historia që në fakt unë u preka pak, sepse kur dëgjojmë ngjarje të këtilla na duket shumë çudi, dhe sidomos njerëz që harojnë fëmijët e tyre. Mos si haroni kur fëmijët janë arma më e bukur që na jep Zoti në jetë, dhurata më e mirë, për ato jetojmë. Dhe dua të të falenderoj, oj zonjë bukur shqiptare, që ti e mbajte këtë gocën dhe mirë ajo nën që e ka lënë, por nuk dua ta paragjykoj se mund të ketë patur fatin e saj të zi, por nëse je gjallë, të paktën një herë thuaj kësaj vajze të dua nëse e dëgjon këtë histori. Është vajza jote kjo dhe është rritur pafund. Ti e din ku e ke lënë. Ti e din ku e ke lënë dhe kur mos u largon nga gjaku jot, nga shpirti jot.